Nga tetori, hyrja në zonën Schengen do të funksionojë ndryshe, shumë më lehtë dhe sigurt. Herën e parë që do të hyni në një shtet të zonës Schengen pas datës 12 tetor, duhet të bëni një regjistrim të dhënave tuaja biometrike. Pasi të gjeni kioskat automatike, skanoni së pari pasaportën tuaj. Më pas do të bëni një foto duke parë përballë kamerës. Kujdes të mos keni syze, kapele apo aksesor. Hapi i radhës është regjistrimi i shenjave të 4 gishtave të dorës së djathtë. Më pas do ju duhet i përgjigjeni disa pyetjeve. A keni bilet kthimi, a keni adresë qëndrimi, a keni para mjaftueshëm për ditët e qëndrimit? Domethënë këto pyetjet e kontrollit të zakonshëm që bën polici kufitar. Kaq e thjeshtë, vetëm 5 minuta regjistrimi i cili do të bëhet vetëm një herë. Por në rastet e aeroporteve të vogla, ky veprim bëhet pranë policit kufitar. Në vazhdim, çdo hyrje e juaja në zonën Schengen do të bëhet direkt përmes portave automatike, duke ulur ndjeshëm kohën e pritjes, por edhe duke rritur sigurinë për shtetasit që hynë në këtë zonë. Dërgoja këtë video një personi që duhet ta di përpara se të udhtoj dhe shkruaj më poshtë pyetjen tënde.